Në Vlorë vazhdon fenomeni negativ i peshkimit me dinamit, një formë peshkimi kjo vrastare për ekosistemet, e cila është ndaluar ligjërisht. Një video e mbërritur nga qytetarët në televizionin 6+1 Vlora tregon pamjet e peshkimit me dinamit në Vlorë, i cili si fenomen, megjithëse është minimizuar, ende nuk ka arritur të frenohet. Krahas dëmtimit të ekosistemit nga dinamiti, preket drejt për drejt edhe sektori peshkimit. Sherif Durmishaj, peshkatar prej vitesh në Radhim dhe Orikum, tregon se peshkimi me dinamit ul numrin e specieve të peshkut që janë në det, duke i vrarë ato. Krahas problemeve të tjera që kanë ndikuar në paksimin e peshkimit, një nga arsyet madhore është dhe gjuetia e peshkut me dinamit. Në një gjuetie jashtëligjshme, për më tepër shkatërruese për shumë specie peshku, që në një farë mënyre krijon një dëmtim të jashtëzakonshëm si në faunë ashtu dhe në specie peshkore. Gjithsesi, peshkimi me dinamit është një dëmtim ose është një shkelje në të dy rastet, si për atë të ligjin e peshkimit, por njëkohësisht dinamiti është një armë në vetvete dhe krijon dhe është edhe një shkelje ligjore ekstreme në mënyrë dhe themi kriminale është e peshku me dinamit. Sipas Durmishajt, dinamiti ka ndikim të drejt për drejt edhe në shëndetin e njeriut, pasi lëndët elmuese qëndrojnë në shtyllën kurizore të peshkut, i cili kur konsumohet tek njeriu shkakton probleme shëndetësore. Për gjithë konsumatorët, ta bojkotojnë të gjueti, edhe për vetë arsyeën sepse kjo gjueti sjell probleme si edhe te konsumatori, pasi gjithë elmet që peshku ka i mban në shtyllën kurizore dhe nga goditja që pson gjatë gjuetisë me dinamit, të gjitha këto elme shpërndahen në trupin e peshkut dhe po të shikojmë të gjithë njerëzit që konsumojnë peshk të gjuetur me dinamit, u krijojnë diarrea dhe probleme të tjera që ndikojnë në shëndetin e njeriut. Durmishaj ka një thirrje drejtuar peshkatarëve të qytetit të ndalin këtë formë gjuetie të ndalueshme, e cila përbën edhe një vepër penale. Thirrje të gjithë atyre që për nevojë ose për ashtu, kjo është më mirë të bësh peshkatarin në një formë dinjitoze me mënyra të rregulla gjuetie siç janë rrjetat, grepat dhe mënyrat konform ligjor, sepse ka një të ardhme si ata si peshkatar, por dhe sasi peshkore do jenë më të plota. Peshkimi me dinamit ndikon edhe tek speciet të tjera të detit, një ndërto edhe tek breshkat e ujit, të cilat vriten si rjedhoj e kësaj gjuetie të palishme.